Prandaj profeti alayhi salatu selam ka qenë shumë I kujdesshëm me të rit. Profeti alayhi salatu selam I ka desh të rit. Profeti alayhi salatu selam I ka ofruar të rit. Dhe shikoni, po shikosh literaturën islame. Mënyrën se si ka thirrë profeti alayhi salatu selam, mënyrën e thirrjes në islam. Se thirrja në islam, thon dietarët, është art në veti. Të rrasësh në fe është art në veti, se është art në veti, sepse ti ke punë me njerëz. Dhe ti je teolog. Është puna më e vështirë se ai profesori që keni ju në universitet ose në shkollë. Sepse ai profesori të cilin e keni ju në universitet ose në shkollë I ka të njëjtën moshë dhe keni afërsisht të njëjtën logjik. Ama hoxha ose si thoni, hoxhenica, ajo ka punë me të gjithë mosha, nga 7 deri 70 vjeç, dhe duhet mundohesh t'ja afrosh, t'ja japësh mesazhin që të gjithë ta kuptojnë. Të gjithë ta kuptojnë. Prandaj profeti alayhi salatu selam nuk ka pas njëjtën mënyrë daveti thirrje me plakun dhe me triun, jo. Po të shikosh pra literaturën islame dhe shikosh historinë islame dhe mënyrën se si ka thirrur profeti alayhi salatu selam në fe, e ka pas ndryshe me triun dhe ndryshe me plakun. Ndryshe, sepse profeti alayhi salatu selam e ka kuptuar logjikën e triut. Profeti alayhi salatu selam ka kuptuar logjikën e triut, ka kuptuar që ky riu është ndryshe prej plakut. Unë jap një rast. Jap një rast. Ka qenë kohën e profetit alayhi salatu selam djaliri. Djaliri. Mosha ju. Dhe ka thënë, ka shku te profeti alayhi salatu selam, ka thënë ja Rasulullah. Më lejo, ma bët të lejushme, flasim për njëri besimtar, flasim për njëri musliman. Sepse e para ju ka drejtuar profetit alayhi salatu selam, me ja Rasulullah, ai kërkoi i Zotit. Dhe e dyta, ka shku të kërkoi fetva, t'ja japi një të drejtë, ai djali që e ka kuptuar si e drejtë e tij, I bëjë nuk është në rregull. Ka thënë ja Rasulullah, më lejoj që të bëja, duhet bëja moralitet. Këtu është ajo mënyra se si ju ka drejtuar profeti alayhi salatu selam, mënyra se si e ka këshilluar profeti alayhi salatu selam, I riu nuk do me hanxhar. I riu nuk do me shkolla. I riu nuk do në dhunë. I riu do ta kuptoj, ta ndjej. E profeti alayhi salatu selam e ka marrë e gjë shikni. I riu do ngrofsin. Gjë e parë që ka bërë profeti alayhi salatu selam e ka afru afër vetit. E ka afru afër vetit, si duhet ndryshoj ky njeri. Nuk mund ndryshoj një njeri kur ti krijon hendeqje, kur ti je ftoft. Nuk mund ndryshoj një njeri. E profeti alayhi salatu selam hapën e parë që ka bërë, që ka thënë. Hapi parë e ka afru dhe e ka lakmu. E ka pu dorën në gjës. Kjo tregon afërsi. Afërsi, do të thënë afërsi, hajde, afërsi dhe siguri. Tani këtu vjen këshilla e profetit alayhi salatu selam. Këshill nga ana logjike. Ka thënë o fulan, a don që njerëzit bëjnë moralitet me motrat e tuaja? Ka thënë jo, kurse si ja Rasulullah. A don që njerëzit e huaj bëjnë moralitet me nënën tënde? Ka thënë kurse si ja Rasulullah. A don që njerëzit bëjnë amoralitet me hallën, me tezën? Ka thënë kurse si ja Rasulullah. Ka thënë profeti alayhi salatu selam, kështu dhe njerëzit nuk e durojnë. A veprim që ti don të bësh. Shikoni, ka qenë mëse I binte shkurt profeti alayhi salatu selam dhe thonte është haram edhe usos punën. Jo, a shikni. Profeti alayhi salatu selam nuk I ka thënë direkt është haram, po ja ka bërë logjikshme sallallahu alaihi wasallam. Dhe hapi tjetër, mënyra tjetër, si e ka këshilluar ose mënyra tjetër se si ka vepruar profeti alayhi salatu selam me këtë ri, ka bërë dua, është lut Allahut subhanahu xhella xhelal, e ka afruar dhe ka bërë dua. Pika tjetër që do ju ndihmoj inshallah që ta ruani identitetin ju I musliman është që gjithmonë t'jesh lakpamës. Dhe gjithmonë ta rish diçka, bësh diçka në jetë. Do të thënë që në ti nëse mos u kënaq me notën 6 ose në 7. E mora një 6, se çaj mora sot në provim, e mora një 6. E mora një 7, çaj e kaluse, haksës puna madhe, gale madhe. Jo, nëse ka mundësi që atë provimin ta përsërisësh,
që të marrësh një notë edhe më të mirë, bëjnë. Se duhet t'jesh më lart për krejtëve. T'jesh kërkues, mos u kënaq me pak. Në hulun tim kërkim si mos u kënaq me pak. Po çka kërko edhe më shumë? Që ta ngrish edhe më tepër. Pika tjetër që ju do ju ndihmoj është pikërisht që ta shfrytëzoni kohën rinin e ju. Shfrytëzoni për hajër, shfrytëzoni për të mirë. Profeti alayhi salam, ka një hadith i profetit alayhi salatu wasalam që thotë shfrytëzoj 5 gjëra përpara se të kenë hik këto 5 gjëra. Do të shikoj ky hadith e definon këtë jetën tonë. Thotë shfrytëzoj 5 përpara se të hikin këto 5-ta. E midis këtyre kush ka qenë? Ka thënë profeti alayhi salatu wasalam, shfrytëzoj rinin përpara se më po plak. Po, shfrytëzoj rinin tënde përpara se të plakësh. Sepse ai që është plak nuk mundet të veprojë si ai si juve. Ti tani ke energji. Ti tani je i fuqishëm. Shfrytëzoj rinin, ama me çka ta shfrytëzosh rinin? Ktu është që do ta dim se cili prej nesh. Shfrytëzoj për të mirë. Shfrytëzoj për hajër. Në çdo mund bëhet qefi, ne shoqëria jonë nuk ka nevojë vetëm për xhalla. Shoqëria jonë ka nevojë për inxhinier, ka nevojë për mjek, ka nevojë të bëhet qefi. Kur shikoj të ri dhe treja të cilat kanë arrit dhe kanë shfrytëzuar kohën e vet, kanë shfrytëzuar rinin e vet për hajër. Në bëhet qefi ne kemi pas konviktin ka funksionuar goxha vjet në teto, mbi 10 vjet tush ka funksionuar. Tani për tani nuk është që në atë konvikt kanë qenë vajza të mrekullueshme dhe djem normal, mirë po kemi pas anën e vajzave, vajzat të cilët kanë qenë shtur, vajzat të cilët që kanë mësuar mutën, vajzat të cilët kanë rrit diçka, kanë arrit. Dhe mu personalisht mu më bëhet qefi. Më ka rastis një herë që kam pas një problem me vjerit, vinë në spitalin e Shkupit. Maqedonishte nuk e di, sepse nuk jam lind këtu, as jam rrit këtu, që ta di maqedonishte. Dhe thash, bëj analiza, duan analizat fulan bendi se unë hiç s'merrsha vesh. Së kuptoja. Ai besohet rrugës ose korridoreve të spitalit kur e pash një vajzë. Thash, është ja s'është, e cila ka qenë konvikt. Cila ka arrit të shpuncor në spitalin e Shkupit. Po kjo është një sukses. Kur shikojmë bijat e tjenë tonë, të cilët hyjnë në institucione të ndryshme dhe kanë rezultat puna e tyre, na bëhet qefi. Prandaj profeti alayhi salam thotë shfrytëzoj rinin, sa nuk je plak, shfrytëzoj për të mirë, jo për të keq, se varësisht ti si e shfrytëzon jetën tënde.